Sot do të eksplorojmë një epokë të largët para gazetave, radios, televizionit dhe rrjeteve sociale. Kur Evropa mesjetare kishte tashmë figurat e veta të afta për të formsuar opinione, për të përhapur ide dhe për të ndikuar në sjellje përmes mjeteve që i mbijetuan kohës. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë narrativa dokumentare si kjo. Imagjinoni një shoqëri ku shumica e njerëzve nuk dinin të lexonin. Ku informacioni udhëtonte ngadalë, i mbartur nga udhëtarët që përshkonin rrugët me pluhur midis fshatrave dhe qyteteve të largëta. Ku lajmet nga mbretëritë fqinje mbërrinin javë ose muaj pasi kishin ndodhur. Në këtë botë dukshëm të izoluar, ekzistonin figura të jashtëzakonshme që luanin një rol qendror në komunikimin midis njerëzve. Përmes muzikës, poezisë, humorit dhe satirës, ata lidhnin botë të ndara nga distanca që dukeshin të pakapërcyeshme. Zërat e tyre jehonin në kështjella madhështore dhe në sheshe të shurmshme, duke arritur nga fisnikët më të fuqishëm deri te fshatarët më të thjeshtë. Jemi përpara një epoke magjepsëse, një epoke në të cilën fjala e kënduar kishte fuqinë të kalonte kufi. Një epokë ku një shaka e vendosur mirë mund të ndryshonte rrjedhën e vendimeve politike. Një epokë ku historitë e treguara rreth zjarreve formsonin mënyrën se si komunitetet të tëra e kuptonin botën rreth tyre. Kjo është historia e trobadurëve, bufonëve dhe menestrelëve, komunikuesit e mëdhenj të mesjetës. Për të kuptuar rëndësinë e këtyre artistëve, duhet së pari të zhytemi në kontekstin në të cilin ata jetonin. Evropa mesjetare, veçanërisht midis shekujve 11 dhe 14, ishte një mozaik mbretërisht, dukatash dhe zotërimesh shpesh në konflikt. Kisha katolike ushtronte ndikim të jashtëzakonshëm mbi jetën e përditshme dhe shoqëria ishte e ndarë në mënyrë rigjide midis atyre që luteshin, atyre që luftonin dhe atyre që punonin tokën. Në këtë skenë dukshëm statike lindi një fenomen kulturor që do të transformonte thellësisht marrëdhëniet shoqërore dhe mënyrën se si njerëzit shprehnin ndjenjat e tyre më intime. Në jug të Francës, në një rajon të njohur si Oksitania, lulëzoi një traditë poetike që do të ndryshonte përgjithmonë historinë e letërsisë evropiane. Trobadurët, siç u bën të njohur, ishin poet muzikantë që kompozonin dhe interpretonin këngët e tyre në oborret aristokratike. Termi vjen nga provansalishtja trobar, që do të thotë të gjesh ose të shpikësh. Një trobadur ishte, pra, dikush që shpikte forma të reja poetike, duke gjetur vargje origjinale për tekstet e tij të hartuara me kujdes për dashurinë. Trobaduri më i vjetër, veprat e të cilit kanë mbijetuar deri në ditët tona, ishte Vilhelmi Iqe, duka Jakuis, i cili jetoi midis viteve 1071 dhe 1126. Pozita e tij si duk garantoi që emri i tij të ruhej nga historia, por studiuesit besojnë se këngët e tij përfaqësonin jo fillimin e një tradite, por kulmin e praktikave poetike tashmë të vendosura. Ka prova që kompozitorë të tjerë, emrat e të cilëve kanë humbur në kohë, praktikonin tashmë forma të ngjashme të poezisë së kënduar para tij. Arti i trobadurëve kishte një karakteristikë themelore që e dallonte atë nga prodhimi letrar i mëparshëm. Ata kompozonin në gjuhën amtare, konkretisht në oksitanisht dhe jo në latinisht, gjuha zyrtare e kishës dhe e erudicionit. Kjo zgjedhje nuk ishte e rastësishme, duke përdorur gjuhën e folur përdit nga fisnikëria vendase, trobadurët e bënin artin e tyre emocionalisht të kapshëm dhe kulturalisht tingëllues. Fjalët e tyre preknin zemrën e kujtdo që i dëgjonte, në një mënyrë që latinishtja kishtare nuk do të arrinte kurrë. Temat e eksploruara nga këta poet ishin të ndryshme, por njëra prej tyre dallohej mbi të gjitha të tjerat. Dashuria korteze, siç u njoh më vonë, ishte një formë e idealizuar e shprehjes romantike që theksonte devotshmërinë, vetëpërmbajtjen dhe rafinimin emocional. Në këtë model, kalorësi i devotohej tërësisht zonjës së zgjedhur prej tij, shpesh një grua e martuar dhe, për rrjedhoj, e paarritshme. Pamundësia e konsumimit e bënte këtë dashuri edhe më të pastër dhe më të lartë në sytë e shoqërisë korteze. Ky konceptim romantik përfaqësonte një revolucion të vërtetë në zakonet e kohës. Para trobadurëve, martesat aristokratike ishin marrëveshje politike dhe ekonomike në të cilat gruaja funksiononte si një mjet shkëmbimi në transaksionet që përfshinin tokë dhe pushtet. Afeksioni midis bashkëshortëve ishte, në rastin më të mirë, një pasojë e lumtur, por rrallëherë një pritshmëri. Trobadurët, duke festuar dashurinë e zgjedhur lirisht dhe të bazuar në admirimin e ndërsjellë, ofronin një alternativë radikale ndaj këtij modeli. Bernard de Ventadorn ishte një nga trobadurët më të famshëm të shekullit të 12 të
Djali I një shërbyesi të kështjellës së Ventadornit, ai u ngjit shoqërisht përmes talentit të tij të jashtëzakonshëm poetik. Këngët e tij pushtuan zemrat në mbar Evropën dhe ai arriti të frekuentonte oborin e Eleonorës së Akuis, një nga gratë më të fuqishme të kohës së saj. Mbesa e vet Wilhelmit Ige, Eleonora ishte një patrone entuziaste e arteve dhe u rrethua nga poet dhe muzikant gjatë gjithë jetës. Ndikimi I Eleonorës së Akuis në përhapjen e kulturës së trobadurëve nuk mund të nënvlerësohet. E martuar fillimisht me mbretin Luigi V të Francës dhe më pas me Henrikun I të Anglisë, ajo mori me vete shihen për poezinë korteze kudo që shkonte. Kur u nda nga Henriku dhe krijoi oborin e saj në Poitiers, rreth vitit 1170, krijoi një mjedis jashtëzakonisht të favorshëm për arte. Disa historianë sugjerojnë se vajza e saj Maria, kontesha e Shampanjës, mund të ketë kryesuar të ashtu quajturat obore të dashurisë. Atje, çështjet mbi etiketën e dashurisë debatoheshin sikur të ishin raste juridike. Andreas Capellanus, një klerik që shërbente në oborin e Marisë së Shampanjës, shkroi rreth vitit 1184 një traktat të njohur si Arti I dashurisë korteze. Në këtë tekst, ai kodifikoi rregullat dhe konventat e sjelljes dashurore të idealizuara nga trobadurët. Megjithse toni I traktatit sugjeron një dozë ironie dhe kritike të fshehur, ai dokumenton praktikat dhe pritshmëritë e aristokracisë së kohës në lidhje me dashurinë dhe marrëdhëniet midis burrave dhe grave. Trobadurët nuk kufizoheshin vetëm në temat e dashurisë, shumë prej tyre kompozonin këngë që lëvdonin patronët e tyre, duke përforcuar në mënyrë delikate aleancat politike dhe reputacionet. Të tjerë kritikonin rivalët, talleshin me hipokrizinë morale ose reflektonin mbi luftën, ekzilin dhe padrejtësinë. Alba, për shembull, ishte një gjini këngë që portretizonte ndarjen e të dashuruarve në agim, me një roje që paralajmëronte për ardhjen e ditës dhe rrezikun e zbulimit. Pastorela tregonte historinë e një kalorësi që I vardisej një baresh, shpesh me rezultate komike. Debati ishte një sfidë poetike midis dy trobadurëve mbi çështje të dashurisë ose moralit. Muzika që shoqëronte këto poezi ishte monofonike, duke konsistuar vetëm në melodi pa harmonizim. Shpesh, melodia nuk kompozohej nga vetë poeti. Ekzistojnë të dhëna se Raimbaut de Vachuiras shkroi poemën e tij të famshme, Kalenda Maya, duke përdorur një melodi vallëzimi që kishte dëgjuar në Monferrato. Kjo praktikë e huazimit muzikor ishte e zakonshme dhe e pranuar në atë kohë. Tradita e trobadurëve nuk mbeti e kufizuar vetëm në jug të Francës. Ajo u përhap në veri, ku trobadurët quheshin truver dhe kompozonin në frëngjishten e vjetër. Në Gjermani u shfaqën minesingerët, emri I të cilëve do të thotë këngëtar të dashurisë. Në gadishullin iberik, lirika galego-portugeze lulëzoi me karakteristika të veta. Në Sicili dhe në veri të Italisë, tradita ndikoi te poetët që më vonë do të njihen si pararendës të rilindjes, duke përfshirë Dante Alighieri dhe Francesco Petrarcën. Rënia e traditës së trobadurëve filloi në fund të shekullit të 13 e përshpejtuar nga ngjarje traumatike si kryqëzata albigjeze që shkatërroi Oksitanin midis viteve 1209 dhe 1229. Kjo fushat ushtarake, e ndërmarrë nga Kisha Katolike kundër heresisë katare, shkatërroi indin shoqëror që mbështeste kulturën korteze të jugut të Francës. Shumë trobadur ikën në mbretëri të tjera dhe gjuha oksitane humbi gradualisht prestigjin e saj. Por idet që ata kishin përhapur ishin rrënjosur tashmë thellë në kulturën evropiane, duke ndikuar në letërsi, pritshmëritë shoqërore dhe madje edhe në konceptet e martesës dhe marrëdhënieve gjinore për shekuj me radhë. Ndërsa trobadurët formsonin idealet përmes bukurisë dhe emocionit, një figurë tjetër ushtronte ndikimin e saj përmes mjeteve krejtësisht të ndryshme. Bufoni I oborit zinte një pozicion unik dhe paradoksal në shoqërinë mesjetare, shoqërisht I marginalizuar, por jashtëzakonisht I mbrojtur. Roli I tij si budalla I garantonte një liri shprehjeje që I mohoi pothuajse çdo antar I tjetër të oborit. Tradita e Bufonit ishte shumë më e vjetër se vetë mesjeta. Regjistrimet egjiptiane, që datojnë më shumë se 2000 vjet para erës son, përmendin tashmë argëtues që dëfrenin faraonën. Romakët vlerësonin aktorët e tyre komik të njohur si Balatrones, sinqeriteti I të cilëve ndonjëherë u kushtonte persekutimin perandorak. Kur këta komedian ikën nga Roma për t'i shpëtuar censurës, u përhapën nëpër Evropë, duke mbjellë farat që do të mbinin shekuj më vonë në formën e bufonëve mesjetar. Gjatë mesjetës u shfaqën dy kategori të dallueshme bufonësh.
Të ashtu quajturit budallëj natyral ishin individ me aftësi të kufizuara intelektuale ose fizike që mbaheshin nga familjet fisnike si një lloj argëtimi kureshtar. Besimi popullor i konsideronte ata më afër Zotit dhe, për rrjedhoj, mbartës të një të vërtete të pafajshme. Mungesa e tyre e vetdijes shoqërore dhe sinqeriteti i tyre i drejtpërdrejt toleroheshin dhe madje vlerësoheshin nga të fuqishmit, në kontekste ku çdo person tjetër do të akuzohej për tradhti nëse do të thoshte të njëjtat fjalë. Budallënjt me licencë, nga ana tjetër, ishin artistë profesionistë të trajnuar lart. Ata zotëronin një gamë të gjerë aftësish: komedi, muzikë, xhonglim, akrobaci, mimik, magji dhe tregim historish. Inteligjenca e tyre e mbretë dhe shpejtësia e mendimit ishin mjetet e tyre kryesore të punës. Ata duhej të përmirësonin dhe zgjeronin vazhdimisht repertorin e tyre për të mbajtur interesin e patronëve të tyre, nën rrezikun e zëvendësimit nga artistë më inovator. Veshja tipike që lidhim me bufonët, me kapele me majë të zbukuruara me zile dhe rroba shumë ngjyrshe, u zhvillua gradualisht përgjatë shekujve. Një skeptër druri i dekoruar me një fytyrë që ngjante me vetë bufonin, u bë një simbol karakteristik i funksionit të tij në obor. Fuqia e bufonit qëndronte në aftësinë e tij për të thënë të vërteta që askush tjetër nuk guxonte t'i shqiptonte. Përmes shakave, gjegjëzave, parodive dhe performancave të egzageruara, ai mund të kritikonte fisnikët, të ekspozonte arrogancën dhe të komentonte vendimet politike. Ajo që nuk mund të thuhej drejt për drejt, shpesh mund të thuhej me siguri përmes të qeshurës. Kishte diçka pothuajse të shenjtë në këtë funksion. Bufoni funksiononte si një valvul shkarkimi për tensionet shoqërore që përndryshe mund të shpërthenin në mënyra më shkatërruese. Një rast i famshëm ilustron në mënyrë perfekte këtë rol. Në vitin 1340, kur flota franceze u dërmua nga marina angleze në betejën e Sluis, mbreti Filipi I duhej të informohej për katastrofën. Detyra i ra bufonit të oborrit, i cili me kujdes shqyrtoi se si ta përcillte lajmin. Ai i tha mbretit se ushtarët anglez nuk kishin as guximin të hidheshin në ujë si francezët trima. Me këtë koment dukshëm lëvdues, bufoni përcolli të vërtetën shkatëruese se flota franceze ishte shkatëruar, pa vënë kokën e tij në rrezik. Will Somers ishte një nga bufonët më të famshëm të historisë angleze. Ai i shërbeu mbretit Henriku VI gjatë viteve të turbullta të mbretërimit të tij, duke qenë një nga njerëzit e pak të aftë për ta bërë monarkun të buzëqeshte kur ai vuante nga dhimbjet e këmbës së tij të ulceruar. Somers dhe mbreti luanin lojra të ndryshme në të cilat Henriku jepte linjën e parë të një poezie dhe Somers përgjigjej me një linjë të dytë qesharake dhe me rim. Bufoni arriti deri aty sa të bënte shaka për gratë e shumta të mbretit, një temë që do t'i kishte kushtuar kokën çdo personi tjetër. Por Somers nuk ishte thjesht një komedian, ai tregonte takt në çështjet e shtetit, duke i ofruar këshilla mbretit kur ishte e nevojshme. Thomas Cromwelli, ministri kryesor i Henriku VI, supozohet se e përdorte atë për të ndikuar te monarku në çështje të ndryshme. Pozicioni i privilegjuar i Somers pranë mbretit i lejoi atij gjithashtu të ndihmonte anëtarët e familjes së tij. Kur xhaxha i tij u përball me rënimin financiar, bufoni arriti të negocionte një marrëveshje të favorshme drejt për drejt me mbretin. Edhe gratë ushtronin funksionin e bufonit, ndonse në numër më të vogël. Jennifer Full shërbeu në oborin anglez gjatë mbretërimit të Henriku VI, Eduardi VI dhe Maria I. Ajo shpesh dhurohej me rroba të bukura nga zonja e saj Anna Bolena dhe konsiderohej si një nga gratë më mirë të veshura të oborit. Bufonët luanin gjithashtu funksione befasuese në kohë lufte. Ata kaleronin përpara trupave, duke provokuar dhe tallur armikun për të ngritur moralin e ushtrisë së tyre. Aftësitë e tyre kutheshin si një formë e luftës psikologjike, duke çorientuar dhe konfuzuar ushtarët kundërshtar. Ata shërbenin gjithashtu si lajmtar, duke mbartur informacione konfidenciale midis fushbetejave dhe madje deri në kampin armik, një detyrë jashtëzakonisht e rrezikshme që shpesh u kushtonte jetën. Rolandi Porthsi ishte një bufon që i shërbeu mbretit Henriku I të Anglisë në shekullin e 12 të. Talenti i tij i veçantë ishte i rezervuar për një performancë të vetme vjetore, festimet e krishtlindjeve të mbretit. Performanca kulmonte me atë që regjistrimet latine e përshkruajnë si një kërcim, një fishkëllim dhe një porth të njëkohshme. Për këtë shërbim unik, Rolandi mori një pronë prej 30 akrash tokë, me kushtin që të kthehej në obor çdo krishtlindje për të përsëritur aktin e tij. Ky humor që sot e konsiderojmë vulgar, kishte domethënie të thellë në kulturën mesjetare.
Flatulenca funksiononte si një nivelues i madh midis klasave shoqërore, duke u kujtuar të gjithëve se pavarësisht pozitës apo pushtetit, të gjitha qenjet njerëzore ndanin të njëjtat funksione trupore. Përveç oborreve, menestrelët dhe artistët shëtitës luanin një rol po aq të rëndësishëm në jetën mesjetare. Duke udhëtuar nga qyteti në qytet, ata dërgonin këngë, histori, legjenda dhe lajme në tregje, taverna dhe festivale. Këta interpretues shpesh përzienin argëtimin me informacionin, duke përhapur rrëfime për betejë, skandale, mrekulli dhe figura të famshme. Ndërsa historitë rretheshin, ato përshtateshin për t'u përshtatur audiencave lokale, vlerave dhe pritshmërive. Kjo do të thoshte se interpretuesit nuk transmetonin thjesht informacion, ata e formësonin atë në mënyrë aktive. Termi menestrel rrjedh nga latinishtja mesjetare ministralis, që do të thotë shërbyes. Fillimisht, fjala përshkruante çdo lloj artisti, muzikant, xhongler, akrobat, këngëtar ose bufon. Me kalimin e kohës, nisi të emërtonte specifikisht ata që këndonin dhe luanin instrumente muzikore. Ky evolucion semantik pasqyron specializimin në rritje të arteve performuese përgjatë mesjetës. Jeta e një menestreli ndryshonte jashtëzakonisht shumë në varësi të pozitës së tij shoqërore. Ata që arritën të gjenin punë të përhershme në oborret fisnike ose mbretërore, gëzonin siguri financiare, strehim të rehatshëm dhe status të respektueshëm. Në vitin 1322, për shembull, një menestrele e njohur si Agnesa e Kuqe mori 4 shilinga nga mbreti Eduardi I Anglis për një performancë të vetme, një shumë e konsiderueshme për kohën. Menestrelet e punësuar nga fisnikëria mund të grumbullonin pasuri të mëdha dhe të përdornin ndikimin e tyre për të përfituar familjarët dhe miqtë e tyre. Shumica e menestrelëve, megjithatë, përbëhej nga artistë shëtitës pa punë fikse. Këta udhëtar vareshin nga dhuratat, rrobat dhe ushqimi që publiku u ofronte. Ata ndiqnin rrugë të përcaktuara, duke u prezantuar në panajre dhe tregje të rëndësishme ku mund të tërhiqnin audienca më të mëdha. Jeta e tyre ishte e pasigurt, por ofronte një liri që pak antar të tjerë të shoqërisë mesjetare e njihnin. Menestrelët shëtitës funksiononin si gazetarët e kohës së tyre. Duke qenë se fshatarët e kishin të ndaluar të linin fshatrat e tyre, ata vareshin nga artistët udhëtar për të marrë informacione mbi atë që ndodhte në pjesën tjetër të vendit. Menestrelët sillnin lajme dhe thashetheme, modat e fundit, poezi, këngë dhe valle. Ata ishin zëri i ndryshimit në një shoqëri që shpesh i rezistonte transformimeve. Baladat e kënduara nga menestrelët shëtitës ndryshonin nga ato të interpretuara nga artistët e punësuar nga zotërinj. Ndërsa këta të fundit këndonin në latinisht ose frëngjisht, menestrelët e popullit përdornin anglishten amtare ose gjuhën vendase. Duke përdorur rima të thjeshta dhe melodi të paharrueshme, ata tregonin histori që i interesonin njerëzve të thjeshtë. Shumë nga këto balada trajtonin rebelimin dhe rezistencën kundër shtypjes. Personazhi më popullor i këtyre narrativave ishte Robin Hoodi, i jashtëligjshmi që vinte nga të pasurit për t'u dhënë të varfërve. Ka regjistrime historike që përmendin Robin Hoodit që në shekullin xhiv. Shkrimtarët e kohës tregojnë se gjatë mbretërimit të Rikard Zemërluanit lulëzuan hajdutët më të famshëm Robin Hoodi dhe Gjoni i Vogël, të cilët u zinin prit udhëtarëve të pasur në pyje. Baladat mbi aventurat e tyre këndoheshin në mbar Britaninë e Madhe, duke e shndërruar atë në një simbol të rezistencës popullore kundër padrejtësisë së të fuqishmëve. Kjo aftësi për të përhapur ide subversive shqetësonte autoritetet. Në vitin 1402, një ligj u miratua kundër menestrelëve shëtitës në Wales, të akuzuar për inkurajimin e mbështetjes ndaj revoltës së Owen Glyndur kundër sundimit anglez. Në vitin 1469, një ligj tjetër përcaktoi se të gjithë menestrelët duhej të vlerësoheshin nga menestrelët mbretëror para se të merrnin leje për t'u shfaqur para publikut. Këto ligje, megjithatë, ishin të pamundura për t'u zbatuar dhe menestrelët shëtitës vazhduan të ishin aktiv gjatë gjithë mesjetës. Kisha katolike mbante një marrëdhënie të dyanshme me menestrelët. Ndonse disa artistë merrnin pjesë në festimet fetare. Shumica dënoheshin universalisht nga klerisi të pamoralshëm, përtac dhe pianec. Gjoni i Salisburyt, një kishtar i shekullit të 12, arriti të argumentonte se menestrelët duhej të shfaroseshin sepse e shmanganin popullin nga rruga e duhur. Kjo armiqësi rrifte pjesërisht nga fakti se menestrelët shpesh bënin satira mbi teprimet dhe pamoralshmërinë seksuale të shumë klerikëve mesjetar, duke ofruar material të bollshëm për këngët e tavernave.
Zhonglerët ishin një kategori specifike artistësh që dalloheshin nga trobadurët dhe menestrelet e thjeshtë. Ndërsa trobadurët kompozonin poezitë e tyre, zhonglerët ishin interpretues që ekzekutonin veprat e të tjerëve, duke udhëtuar gjerësisht për t'i përhapur ato. Në vitin 1321, menestrelet e Parisit u organizuan në një klan profesional. Instrumentet e përdorura nga këta artist ishin të ndryshme. Lajutia dhe harpa ishin më prestigjioze në oboret fisnike. Rebeka, pararendësja e violinës, ishte popullore midis menestrelëve të gjitha klasave. Gajdet, thyet dhe dajret shoqëronin prezantimet në panajre dhe festivale. Ajo që bashkonte trobadurët, bufonët dhe menestrelet ishte aftësia e tyre për të kapur vëmendjen, për të zgjuar emocione dhe për t'i bërë idet të paharrueshme, të njëjtat cilësi që përcaktojnë ndikimin edhe sot. Ata i kuptonin audiencët e tyre, i përshtatnin mesazhet e tyre dhe përdornin performancën për të bindur, argëtuar dhe nxitur reflektim. Megjithse nuk dispononin platforma digjitale, skenat e tyre ishin kështjellat, rrugët dhe sheshet publike, dhe shtrirja e tyre varej nga kujtesa njerëzore në vend të algoritmeve. Ndikimi i këtyre artistëve ishte veçanërisht i fuqishëm midis njerëzve të thjeshtë, për të cilët dokumentet zyrtare dhe letërsia erudite ishin krejtësisht të paarritshme. Përmes performancave të tyre, ata formonin rrjete informale të shkëmbimit të informacionit që lidhnin rajone të largëta, prezantonin ide të reja kulturore dhe përforconin narrativat e përbashkëta mbi moralin, autoritetin dhe identitetin. Në një shoqëri fortësisht të varur nga komunikimi oral, ata që zotëronin artin e fjalës së folur dhe të kënduar ushtronin një fuqi të jashtëzakonshme. Në këtë perspektivë, artistët mesjetar ishin shumë më tepër se sa figura në sfondin e historisë. Ata ishin formësues të kulturës, arkitekt të idealeve shoqërore dhe kritik të hollë të pushtetit. Përmes këngës, satirës dhe tregimit të historive, ata ndikonin në mënyrën se si njerëzit kuptonin dashurinë, autoritetin, drejtësinë dhe veten e tyre. Shumë kohë para se të ekzistonte koncepti modern i ndikimit, influencës, këta interpretues vërtetuan se kush kontrollon historinë ose këngën, mban fuqinë për të formësuar opinionin. Tradita e trobadurëve vendosi standarde të shprehjes romantike dhe thellësisë emocionale që dëshmohen përmes gjithë letërsisë perëndimore deri në ditët tona. Bufonët demonstruan se humori mund të jetë një formë e së vërtetës, një mjet për të sfiduar pushtetin në mënyra që konfrontimi i drejtpërdrejt nuk do t'i lejonte kurrë. Menestrelet vërtetuan se informacioni është fuqi dhe se ata që e përhapin atë ushtrojnë ndikim disproporcional mbi mënyrën se si shoqëritë kuptojnë veten dhe botën. Duke parë pas përmes shekujve, ne mund të njohim të vetja trashëgimtarët e kësaj tradite. Podcastet që tregojnë histori tërheqëse, komedianët që ekspozojnë hipokrizit politike, muzikantët tekstet e të cilëve kapin shpirtin e kohës së tyre. Të gjithë ata rrjedhin në një farë forme nga ata artistë mesjetar që përshkonin rrugët me pluhur të Evropës me harpat dhe historitë e tyre. Teknologjia ka ndryshuar rrënjësisht që atëherë. Sot, një mesazh mund të arrijë miliona njerëz në sekonda, duke kaluar kontinente dhe oqeane me shpejtësinë e dritës, por parimet themelore të ndikimit mbeten të njëjta. Të tregosh një histori të mirë, t'i bësh njerëzit të qeshin, të prekësh zemrat e tyre, t'i bësh ata të mendojnë, të lidhesh me përvojat e tyre më të thella. Këto aftësi ishin të vlefshme 1000 vjet më parë dhe vazhdojnë të jenë të vlefshme sot. Mesjeta na mëson se ndikimi nuk varet nga teknologjia, por nga njerëzorja, varet nga aftësia për të kuptuar se çfarë i lëviz njerëzit, çfarë i bën ata të ëndërrojnë, të kenë frikë, të shpresojnë dhe të duan. Trobadurët e kuptonin këtë kur këndonin për dashuri të pamundura që i bënin zemrat e fisnikërisë të pshertinin. Bufonët e kuptonin këtë kur i bënin mbretërit të qeshnin me dobësitë e tyre, menestrelet e kuptonin këtë kur tregonin histori për heronj popullor që i rezistonin shtypjes. Kjo është trashëgimia që ata na lanë. Jo vetëm poema dhe melodi të ruajtura në dorëshkrime të pluhurosura, ndonse edhe këto janë të çmueshme. Ata na lanë mirë kuptimin se komunikimi është një art dhe se ata që e zotërojnë mund të ndryshojnë botën, se argëtimi mund të jetë një mjet për ide transformuese, se e qeshura mund të jetë një formë rezistence, se historitë që tregojmë formësojnë realitetin në të cilin jetojmë. Kur mendojmë për lëvizjet e mëdha kulturore të historisë, shpesh fokusohemi te mbretërit dhe gjeneralët, papët dhe perandorët. Por ndoshta duhet të kushtojmë më shumë vëmendje atyre që këndonin në hijet e froneve, që bënin shaka në korridoret e pallateve, që tregonin histori në sheshet e fshatrave. Sepse ishin ata që, në shumë mënyra, përcaktuan se si masat e kuptonin botën e tyre.
Ishin ata që mbollën farat e ndryshimit që do të lullzonin në revolucionet e ardhshme. Ishin ata influencuesit e vërtet të kohës së tyre. Dhe kështu përfundojmë udhëtimin ton në këtë epokë magjepsëse. Vizituam obore ku trobadurët këndonin për dashuri të larta dhe ideale kavalierike. Njohëm bufon që thoshin të vërteta përmes shakave dhe performancave të hartuara me kujdes. Shoqëruam menestrelet nëpër rrugët me pluhur ndërsa çonin lajme dhe argëtim nga fshati në fshat. Zbuluam se, edhe në një epokë dukshëm aq të ndryshme nga jona, parimet themelore të komunikimit dhe ndikimit mbeten esencialisht të njëjta. Nëse keni arritur deri këtu, do të thotë se edhe ju jeni të apasionuar pas zbulimit të historive magjepsëse që e kaluara ka për të na treguar. Ashtu si trobadurët kishin nevojë për audiencën e tyre që këngët e tyre të merrnin jetë, ashtu si menestrelet vareshin nga publiku i tyre për të vazhduar udhëtimet e tyre. Edhe ne kemi nevojë për ju që të vazhdojmë të sjellim këto narrativa dokumentare. Nëse ky episod ju ka prekur në një farë mënyre, nëse ka zgjuar kurreshtjen tuaj për epoka të largëta, nëse ju ka bërë të reflektoni mbi lidhjet befasuese midis së kaluarës dhe së tashmes, konsideroni të regjistroheni në këtë kanal. Lini komentin tuaj duke treguar se cili aspekt i jetës mesjetare ju ka intriguar më shumë. Shpërndajeni këtë video me dikë që gjithashtu vlerëson zhytjen në thellësitë e historisë. Dhe mos harroni ta pëlqeni, like, sepse ky gjest i vogël, ashtu si duartrokitjet që menestrelet merrnin në sheshet mesjetare, na inkurajon të vazhdojmë të krijojmë përmbajtje me të njëjtin përkushtim që ata artistë vendosnin në performancat e tyre. Ky skedar është më i gjatë se 30 minuta. Shkoni te Unlimited në HTTPS, TurboScribe, AI për të transkriptuar skedar deri në 10 orë të gjallë.